Është kthyer tashmë në traditë që çdo 29 qershor Vermoshi të festojë Shën Pjetrin e Shëmpalin, një festë e cila e përcjell ndër shekuj deri në ditët tona, vijon të ruajë traditën e bukur të banorëve të kësaj krahine. Këta dy shenjtër kanë personifikuar mbarkishën në traditën e saj të pashkëputur dhe me anë të predikimit të tyre, Zoti ka dhënë kishës frytet e para të festës së Krishterë. Ky shenjt, i cili është shenjti i shtylla kryesore e kishës katolike, masarsi i Shën Pjetrit është papa, për të arsye është një gëzim i madh që ne kemi tu bashku, i cili e ka ruajtur fen dhe ka dhënë jetën për Krishtin. Skaj më veriori i Shqipërisë e vuan më shumë se çdo cep tjetër jat dheut plagën e emigrimit. Bijtë dhe bijat e këtij fshati ndollen kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por fal lidhjeve të forta me njëri tjetrin, i mbajnë sy gjithmonë nga vendlindja. Donacioni i diasporës ka qenë i vazhdueshëm dhe një sër investimesh janë realizuar në këtë zonë. Më i fundit është ai ndërtimi të kishës së re, që po ngrihet mbi themelet e kishës së vjetër. Pritet që vitin e ardhshëm, me përfundimin e këtij objekti kulti, jo thjesht festime të realizohen këtu, por ajo të kthehet në një vlerë të shtuar për besimtarët e këtij vendi, si pjesë e rëndësishme e turizmit shqiptar. Është një respekt i madh, është një festë shumë e madhe, është dita e Shpjetrit. Shpjetri është ai që ka bën kishën ngul. Festohet, por tash jemi paksuar si njerëz. Jemi paksuar si katolik, Në Vermosh festohet ka herësh. Dhe kjo festë bashkë me festën e Shnjonit në Vermosh si në malësit malën këtë men, është e lidhur direkt me logun e bjeshve, që logu i bjeshve të ka rrjedhën nga obori kishë, ku janë rreshtu nusët gjithmonë, ku janë marrë në fshat, që dikur kanë kene edhe ka 17 që janë marrë për i vjetë, kurse po thonë fatin e mirë, po edhe fatin e keq që tash janë largu, edhe njerëzit janë paku. Ka 25 vjetë që jetojmë në Michigan, në Detroit. Erdhëm në këtë rast për rastin e kësaj festet. Kena shumë mresa për këtë vend. Munohen të bijmë edhe fëmijët tanë që mos ta harrojnë këtë vend. Aktualisht në Vermosh jetojnë rreth 300 banorë, ndërkohë që përpara viteve 90 numëroheshin 1500 të tillë, edhe pse mbetet shumë për të bërë për turizmin në këtë zonë. Fshati gjatë muajve të verës rigjallërohet nga rikthimi në vendlindje i emigrantëve. Festës në fjalë parapriu dhe kremtimi meshës në ndërim të dy shenjtërve, ndërsa më tej programi vijoi me shfaqjen artistike dhe atmosferën e krijuar nga shoqata kulturore Jehona e Kelmendit me artistë të ftuar.